Mirëmbrëma. Sonte në këtë puntat të dytë të përballë, ndodhem në sheshin Non Tereza në Prishtinë, vetëm 4 ditë përpara se sovrani t'i drejtohet kutive të votimit. Kosova, vendi i dytë më i varfër në Europë, po shpenzon edhe 10,8 milion euro të tjera për zgjedhje të jashtëzakonshme. Në fakt, janë 3 brenda 15 muajve, pra më pak se një vit e gjysëm. 15 muaj kriza të njëpasnjëshme dhe një mungesë totale e vullnetit politik për të shkuar apo për të mbërritur në një konsensus, qoftë edhe për emrin e presidentit. Fushata zgjedhore ka filluar dhe me sa duket si ka nisur, ashtu edhe po bitiset. Ndërkohë, nga ana tjetër, kemi akuza e kundër akuza, por nëse shohim sheshet dhe terrenin, në fakt, gjithçka është e qetë. A është kjo një qetësi përpara stuhis, apo populli i Kosovës e ka kuptuar se po i kushton shumë shtrenjtë dështimi i liderëve të saj politik? Kush mban përgjegjësi, sidomos kjo është pikpyetja ime më e madhe për këtë faturë ekonomike, por nga ana tjetër edhe për këtë faturë sociale që po i shkaktohet popullit të Kosovës. Dhe për të diskutuar jo vetëm për këtë pyetje, por për shumë të tjera të cilat janë të një formati të tillë, pra edhe për faturat ekonomike të këtyre 3 palë zgjedhjeve, por edhe për faturat sociale, unë kam të ftuar 3 panelistë të shkëlqyer, Argjend Zenaj, politolog, Ali Sefaj, sonte do ta prezantoj si nga shoqëria civile, por gjithashtu një njohës mjaft i mirë, apo do të thoja më shumë se sa i mirë i situatës politike në Kosovë, dhe Lirim Krasniqin. Lirim gjithashtu po të prezantoj si përfaqësues të shoqërisë civile, por jo pak njohës i situatës politike në Kosovë. Ne bashkë njihemi, kemi diskutuar gjatë edhe sa i takon situatës politike, por edhe sa i takon faktit që kemi zgjedhje kaq të shpeshta në Kosovë. Unë po e nis me një pyetje, ashtu sikurse edhe kam fokusuar, le të themi, gjithë tematik të këtij emisioni, mbi koston ekonomike dhe sociale që po i shkaktojnë zgjedhjet e njëpasnjëshme popullit të Kosovës. Pse jemi në këto kushte dhe çfarë po i shkakton e gjithë kjo situatë politike që nuk gjendot një konsensus popullit të Kosovës? Do doja ta dëgjoja nga secili prej jush në fakt këtë përgjigje. Ta nisim nga më i riu. Lirim? Faleminderit shumë Aida, kënaqësi që të takohemi në Prishtinë në këtë format. Siç e the edhe ti, ka një mungesë të theksuar gatishmërie për konsensus politik midis aktorëve politikë të skenës në Kosovë. Dhe si rrjedhoj, ne kemi zgjedhjet e treta brenda një periudhe shumë të shkurtër, të cilat jo se vinë për shkak të një lloj ndarje programore ose ideologjike, po vinë për shkak të mosgatishmërisë për të marrë vesh për çështjet kryesore, dhe kjo e fundit lidhej më shumë me pozitën e presidentit të Kosovës. Pse është kjo mungesë vullneti? Po, mungesa e vullnetit vjen për shumë arsye. Njëra nga to është edhe mosgatishmëria e palëve për ta pranuar fuqinë e tyre politike nga rezultati i zgjedhjeve. Përjashtim nuk bën asnjëra prej palëve, duke filluar nga lëvizjeve vendose si Partia që merr shumicën e theksuar në zgjedhjet e fundit mbi 50%, por gjithashtu edhe partitë opozitare nuk është se janë pa përgjegjësi brenda kësaj situate, sepse të gjithë në një mënyrë ose tjetër janë treguar rigjid brenda pozicioneve të caktuara dhe nuk kanë shprehur gatishmëri për konsensus ose për marrëveshje politike. Dhe si rezultat jemi në zgjedhjet e treta brenda 15 muajsh, siç e thatë edhe ju, të cilat koston nuk e kanë vetëm në aspektin e organizimit të tyre, që kushton 10 milion për secilën herë që ne shkojmë në zgjedhje, por kostoja më e madhe lidhet me, domethënë, efektin e përditshëm që shkakton mos funksionimi i institucioneve të Kosovës. Si është situata e qytetarëve në Kosovë? Në këtë drejtim unë dua të vë theksin tek mos funksionimi i kuvendit të Kosovës. Ne kemi mbi 800 milion euro marrëveshje nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian, të cilat deri në shkurt të këtij viti, deri në mars të këtij viti nuk funksionalizoheshin. Do dalim edhe atje Lirim, sepse patjetër që gjithë kjo situatë ndikon edhe tek procesi i integrimit, por
unë më shumë dua të rri në hyrje të këtij emisioni se kush mban përgjegjësi për këto fatura fillestare. Pra qëndrojmë pak tek ky 10.8 milion euroshi apo afro 11 milion euro. Kush mban përgjegjësi për këto 3 fatura? Njëra, ashtu sikurse e biseduam pa hyrë në emision, takuese sepse ishte data fikse e zgjedhjeve në Kosovë, por 2 të tjerat janë kosto shtesë. Kush janë përgjegjësit? Dhe a ka një parti të vetme politike që është partia apo mazhoranca, partia në pushtet, apo janë të gjitha partitë bashkë si pozita edhe opozita? Tani, në shpesh raste kur ndodh diçka gabim, faji ngelet jetim, por përgjegjësia politike Jo, ne atje në Shqipëri e kemi që fajin e ka Saliu, sa herë që ndodh diçka, kështu që ju se keni gjetur? Ne se kemi gjetur akoma. Por përgjegjësia është e të gjithëve dhe niveli i përgjegjësisë matet me fuqinë politike që kanë të cila palë. Ata që kanë më shumë vota normalisht kanë më shumë obligim për gjetur zgjidhje, por nuk janë pa përgjegjësi edhe partitë tjera të cilat kanë më pak vota nga zgjedhjet, sepse në fund të ditës qytetari i Kosovës ju jep besimin këtyre partive për të kontribuar në funksionalizimin dhe zhvillimin më tutje të institucioneve të Kosovës. Dhe nëse ato nuk angazhohen për ta bërë një gjë të tillë, faktikisht janë duke thyer besimin që po ja u jep qytetarit në zgjedhje. Ali, kush mban përgjegjësi për këtë kosto qoftë ekonomike, por edhe për koston sociale, sepse unë jam e bindur që populli i Kosovës është jo pak i zhgënjur nga i gjithë kjo situatë politike, po janë edhe të lodhur sepse brenda një periudhe kaq të shkurtër do duhet të shkojnë të shprehin vullnetin e tyre me votë dhe pa pasur mundësi përgjatë kësaj hapësire ndërmjet zgjedhjeve me njëra tjetrën të shohin se kush bën dhe kush nuk bën. Pra duket sikur nuk kanë edhe mundësi të zgjedhin natyrshëm. Po unë për dallim nga shumica e folësve publik ndaj qëndrim të kundërt. Dita e zgjedhjeve nuk është ditë angazhimi punën e minjerë. Është ditë solemne që qytetarët e vendit dalin me votu. Pjesëmarrja në fushata ose jo bëhet mbi premisën vullnetare. Askush nuk i angazhon të dali. Ata që bëjnë përgjegjësi që e kanë dërguar vendin zgjedhje. Unë mendoj që janë njerëzit që ja duan të mirën e Republikës. Për arsye se kostoja për një palë zgjedhje mund të kushtoj disa miliona euro e në rastin konkret deri në 11 milion euro, 10.8. Mirë po të mos harrojmë që qeverisja e vendit për 5 vjet i ka mundsuar Vuk Hamovicit të marrë 1 miliard euro. Vetëm një ministër i keq, hajdut, i paoft, i pa organizuar, qëllim keq, i kushton buxhetit të Republikës së Kosovës në një vit udhëheqje më shumë se 11 milion euro. Po flas tek ministritë e vogla, nuk po flas tek ministritë që kanë buxhet 300-400 milion. Për mua, opozita ja ka bërë argatin më të madh këtij vendi në ditën që ka refuzuar të votoj një president kukull që një njeri vetëm t'i kap të gjitha institucionet dhe që prap të mos i mjaftoj ajo të shpërfash arrogancë të skajshme. Kushdo që mendon që vendi mund mos ketë sukses, mos ketë epilog të mirë si rezultat i mungesës së një qeverie legjitime, duhet ta ketë qartë. Albin Kurti si qeveri me mandat, si qeveri se janë mësuar në Kosovë ta thonë qeveri në detyrë. Albin Kurti asnjëherë nuk ka qenë qeveri në detyrë. Për arsye se ai asnjëherë s'ka qenë në nivelin e detyrës që kërkon pozicioni i kryeministrit. Dhe po e them. Ti po thua Ali që ata enkas shkuan në këtë situatë. Po ishte si thua që orkestruar. Po kushdo që ja don të mirën Republikës, do duhej t'ja pamundësonte Albin Kurtit për të vazhdu edhe një mandat qeverisje dhe zgjedhja e presidentit. Ishte shkalla ku mund të ndalej mundësia e abuzimit dhe keqçeverisjes që blen kjo qeveri dhe dështimin e krejt asaj për cilët kanë prit qytetarët e Republikës Kosovës para se ky zotnia të vinë në pushtet. Prandaj, jo të mbohen një palë zgjedhje, mirë po të mbohen edhe 10 palë zgjedhje për të zgjedhur njerëzit që janë taftë me qeverisë vendin dhe që nuk e vjedhin buxhetin e Kosovës dhe nuk i kesh përdorin projektet, është shumë më e dobishme se sa ne t'i ruajmë 10 milion dhe të
na shkaktohen dëmet konsiderueshme apo kemi mungesë të realizimit të projekteve, për arsye se qeveria e Republikës Kosovës për 6 vjet i ka pas 22 miliardë euro buxhet dhe ne i kemi 2 projekte të përfunduara, urën e Badovcit dhe urën e Saradranit, dhe po e them, në baballarët tonë ato ura do të mund t'i përfundonin edhe pa me shalit që e përzin malterin, mirë për mënyrë mekanike si ka qenë dikur. Thjesht mundësia me vazhdu Albin Kurti me qeverisë vendin, me pengesën për presidentin, është argati më i madh që ka mujt një bo Republikës në atë moment kohore. Unë jam e bindur që po të diskutojmë për të gjitha ato se çfarë ka ndodhur dhe pse kemi ardhur në këtë situatë, ka kaq shumë gjëra për të treguar nga ana juaj, ju jetoni këtu, keni aktivitetet tuaja këtu, e njihni situatën, po si është populli i Kosovës, nuk e di sa ke pasur mundësi ta shohësh situatën apo ta studiosh situatën për këtë zgjedhje, sa skeptik, sa i lodhur, sa njerëzit tonë kanë vrejtje andej dhe këndej kufirit. Mirë po, kur përfundon procesi zgjedhor, ne e shohim që dikur fitonin të tjerët, tani fiton Albini, andej fiton Rama, ka protesta, ka sharje, ka llafe, çka do. Dhe në fund rezultati është rezultati, është ai që dihet, për një arsye. Për arsye se ne nuk i qëndrojmë prapa asaj që e themi dhe veçmas nuk kërkojmë llogaridhënie për ato ndaj atij që menaxhon me taksat tona, sepse ne në Kosovë flasim për 22 miliardë euro dhe pyetja legjitime vlen, ku janë paret? Kush na i vodhi paret? Kush pun paret tona që nuk është asnjë projekt? Pra në vend që të bëjmë zgjedhje, mund të bëjmë projekte të tjera. Në mungesë të këtyre, atëherë shkuara një zgjedhje është zgjedhja më e mirë e mundshme që mund t'i kujtohet dikuj për momentin. Sot e Zenaj, nuk të përjashtoj dot nga kjo pyetje. Kush mban përgjegjësi për këto fatura të shkaktuara popullit të Kosovës dhe nga ana tjetër, pse jemi patjetër dhe në këtë situatë, sipas jush si politolog? Dy kolegët, parafolësit e mi e shpjeguan shumë mirë në kushtet e zhvillimeve të ditëve të sotme, por duhet me pa në gjenezë se si janë ndërtuar shtetet, në këtë rast edhe shteti jonë. Shteti ndërtohet për një kontrate shoqërore, në cilën kontratë ne sankcionojmë rregullat e lojës. Dhe kur kem parasysh të rregullat e lojës, kjo pastaj na kalon sikur të një familje. Të një familje, kryefamiljari i menaxhon asetet kryesore të shtetit, edhe merr vendime, qofshin ato të mira ose jo të mira, për shtetin, për familjen e vet. Në këtë rast, trashëgimtari që e ka trashëguar pushtetin nëpërmjet votës, kësaj radhe që këtu 6 vite po bëhen, ka qenë Zotri Kurti, i cili nuk ka ditë me menaxhu me asetet e cilat janë lënë trashëgimi. Qofshin ato. Po pse? Këtu duhet të dalë, për shkak se mund të rastis që të kesh një kryefamiljar egocentrist, që nuk din me ndo me askënd asgjë. Si mund të jetë një kryefamiljar argjent egoist dhe të mos ndaj asgjë me familjarët e vet? Absolut, po se prap më del një pse tjetër. Po ata kanë përfundimin e keq, kryesisht e kanë pas përfundimin e keq, qoftë ajo edhe në familjet që ka shkaktuar ndarje, në familjet fjalën kushte të jetesës familjare, por qoftë ajo edhe në jetën politike, po ashtu e kanë pas përfundimin e keq, se kanë rapi pushtetit me dëmkën më të madhe. Ata kanë mujt me mojt edhe 50 vjet pushtetin, por ku kanë rënë nga pushteti, kanë rënë me dëmkën më të madhe. Gjithsesi, shoqëria e ka thirrë veten në përgjithësi edhe ka thonë që e kemi shkaktuar vetes. Sot, jo para 6 vjet, po domethënë jo para 60 vjet, mas 60 vjet, por mas 6 vjete edhe jemi tu i vujt pasojat sikur Zotri Kurti të shkëtu qeverisë prej mas lufte. Ajo ka në zhargunin e vet zakonisht me thonë që është shkatruar për 20 vite, por me aq sa i ka shkaktuar këtij vendi është sikur të kishte qenë vet 20 vite e tashmë janë buni 26 vite në pushtet. Me pak fjalë, ti po thua, se kush e ka fajin, mundem në këto mbi bazë kësaj çfarë thash, në kuptimin shkencor se si ndërtohet shteti. Unë kuptova diçka që Albin Kurti në drejtimin e tij është treguar egoist dhe prandaj jemi në këtë situatë. Absolutisht e po, absolutisht e po. Nëse do ta përmbledhni me një fjali. Përderisa nuk je në gjendje, nuk ki predispozita të një lideri, një udhëheci, te cilit i besohen edhe deri në 50% të trupës elektorale, ja besojnë votën, ja japin besimin,
me menaxhu me qeverisë, dhe ai nuk arrin me qeverisë me menaxhu situata, të ndihesh me çfarë është edhe kjo e tri palë zgjedhjeve brenda një periudhe shumë të shkurtë që A nuk di apo nuk do? Pra i konvenon kjo situatë kështu siç është, apo ka shkuar sepse nuk ka ditur dhe ndoshta në të gjitha personalitetet dhe të gjitha proceset mund të kesh dy anë të medaljes. Po tek zotëri Kurti vetëm një anë i medaljes është, ose vetëm një person i cili mundesh me thonë në për të dy anëve të medaljes. Edhe nuk din, edhe nuk don. Fakti që nuk din, masanej ty dhe në një natë edhe me thonë që po du. Po kjo është, nëse di dhe nuk do, është dashakeqësia, apo jo? Ka dëshirë me nejt, me pushtet, pa pushtet. Kuptimin, mu arsyetu me thonë nuk po mbloj me punu, po në fakt kur ti e lejon me punu, ai nuk di me punu. Nuk din mu angazhu. Cilin zhvillim, në cilin segment shoqëror, se na jemi mësuar me thonë vetëm me populizmat, cilin do qytetar që të pyetish, dy pyetje ja bën. Tregoma një segment shoqëror, jetësor tonin që e ka rregulluar kjo qeveri për këto 6 vite, nuk din me ta thonë. Bënja pyetjen e dytë, e çka ka bën këtu në Kosovë për këto 6 vite, thotë veriun. Si është qasja e qytetarëve Argjend? Po gjithmonë thirrën veriun. E ki pa çka ka bën veri, po ajo veriu ka qenë pjesë e Kosovës gjithmonë. Etapat kohore në cilën ka pas menduar zhvillimet, ky vetëm i ka përshpejtuar. Përndryshe, në verit Mitrovicës ka pas menduar të njëjtat që ky i ka bëu, e që i ka gjetë në fakt gati si të gatshme, vetëm i ka materializuar kohë më shpejt se sa të tjerët, duke mos i dëgjuar, ndoshta edhe duke pas ndonjë agjend tjetër në tavolinë. Gjithsesi, dëshiroj të them, zotëri Kurti ka qenë vetëm kryeminist i pjesës veriut Mitrovicës dhe fatkeqësisht për kësaj e ka bëu edhe opozitën me qenë vetëm opozitë për pjesën veriut Mitrovicës. Kosovën qendrore, Prishtinën, rajonet e tjera janë harresë totale. E tha edhe zotëri Sefaj që në Kosovën qendrore, po themi, edhe në pjesë tjera të Kosovës i ki dy projekte që njën që ju kanë prej shëritat që më përfundu dhe të gjithat e tjera i ki vetëm punishte. Vetëm punishte, ashtu si që ka gjithë para 6 viteve, ka arë në këto ditët e sotme. Po t'ja kishin dhonë shancin me marrë dhe presidentin, pastaj nuk do, une kam qenë kurështar zatën, me po çka do të arsyetohej, po t'ja jepnin edhe presidentin, se prap kemi pas me konë në këtë gjendje, për shkak se e them... Si prap do t'ishim në këtë gjendje? Në këtë gjendje kishim pas me konë, të mos zhvillimit, të izolimit. Të regon dikush zotëri Kurti ku ka qenë një vizitë e të madhe shtetërore, përveç se me Macronin e Francë, ku ka qenë diku tjetër në një vizitë madhe shtetërore. Po, e vërtet situata nga e cila ka përfituar Kosova. Mos harrojmë, përveç se janë rreth 25 milion që i kemi shpenzuar. A është i papëlqyeshëm ndërkombëtarisht me qenë se dolëm këtu, sepse realisht më ka bërë shumë përshtypje edhe mua se sa pak është i pritur në arenën ndërkombëtare, ndërkohë që nga ana tjetër Vjosa Osmani është shumë mikpritur në pjesën në arenën ndërkombëtare. Më duket se Aliu do diçka me thonë këtu. Po, problemi është që jo vetëm tek keqdashja, po duket sikur personazhi që dëshiron që krejt njerëzit që rrethojnë atë të jenë servil, të jenë të padijshëm dhe të pazot në profesionin apo detyrat që ju ngarkuhen. Dhe në rast se ishe ministrat e kabinetit të tij, ata nuk shquhen asnjëri për diçka jashtë politike, nuk ka asnjëri referencë që ka bërë diçka në jetën e tij dhe kryeministri vjen në angazhimin e parë si kontratë pune, si marrëdhënie pune e ka në politikë dhe jashtë politikës nuk di të bëjë gjë tjetër. Nganjëherë ne në zhargonin popullor themi kështu: atij që i rastis të flas mirë, nuk di të bëj punë për arsye se ka harxhuar kohën duke folur dhe nuk ka mësuar të bëj praktikisht ndërtoj asgjë. Albini vetëm se është i paaftë. Mirë po rrethohet nga një grup njerëzish cilë nuk janë taftë me përmbush asnjërin prej dyra. Qeveria e Republikës Kosovës për... Po kjo është... kjo është zgjedhje. Po padyshim, qytetarët e Republikës së Kosovës kanë të drejtë ta votojnë Albin Kurtin pa e realizuar asnjë projekt. Ose drejtë ty në mërë, hiç s'dojnë, asnjë. Nëse ai vendos edhe me anulu pavarësinë, ata prap kanë të drejtë me votuar, është e drejta e tyre, se është demokraci. Zgjedhjet fitohen nëpërmjet vote. Mirë po e them. Asnjë arsye nuk ka që ai ketë predispozita ta fitoj prap shumicën. Mirë po, pse unë mendoj kështu, qytetarët e Republikës së Kosovës janë të lirë m'ia dhon sa duan përqind dhe unë e respektoj
të drejtën dhe votën e tyre, për arsye se për këta është ndërtu ky shtet dhe për ta ka ardhur kjo pyeta liri. disa herë dhe nuk mora asnjë përgjigje se si është qasja e qytetarëve të Kosovës në lidhje me situatën ku jemi. Pra çfarë po ndodh me zgjedhjet, pse kaq shpesh në zgjedhje dhe nga ana tjetër kemi edhe një fushat të shkurtër zgjedhore, por unë me çfarë kam parë vetëm fushat nuk mund ta quaj këtë të fundit, sepse nuk ka ato daljet e zakonshme në terren për të shkuar, për të takuar qytetarët. A është e qëllimshme kjo si gjë? Është koha e shkurtër nga ana tjetër që ndoshta ju pengon për të dalë në terren dhe për të takuar qytetarët, apo është një lloj stepje sepse qytetarët janë të lodhur nga këto vajtjet e përgjigjem shkurt. Një pas njëshme, patjetër. Po do ta marrin fjalën të gjithë, se nuk është ju lënë me fol shumë. Qytetarët e Republikës së Kosovës, varësisht nga përcaktimi politik apo nga rrështimi, e lënë fajtor qoftë pushtetin, qoftë opozitën. Vendi ka shku zgjedhje për shkak të Albin Kurtit, për arsye se kur kesh kaq shumë pushtet. Pozicioni i presidentit është ceremonial, përveç nëse dëshiron të kapësh të gjitha pozitat në institucionet e pavarura. Ndryshe, presidenti ka pushtet ceremonial dhe një kryeministër me kaq mbështetje si Albin Kurti. Nuk do ta rrezikonte apo nuk do ta pengonte në asnjë rrethon. Dhe po e them, Albin Kurti në këtë format të organizimit duket sikur një fëmijë i lasdruar që ka shumë lodra, mirë po refuzon ta ndoj me musafirët e tjerë, cilën do lodër, qoftë edhe nëse me atë lodër nuk ka luajtur për javë apo muaj të tërë. E qartë. Lirim? Atëherë për të lidhur me atë rreth opinionit qytetarëve ose mungesës së atmosferës zgjedhore. Po nga ana tjetër edhe të shkuarjes së politikanëve kandidatëve tek qytetarët. Unë nuk e kam parë. Pra është tek koha e shkurtër e kësaj fushate zgjedhore apo ka një lloj stepjeje nga ana e politikanëve sepse e kuptojnë dhe ata vetë që populli është i lodhur. Tani, ka disa arsye. Një është nuk ka entuziazëm nga qytetarët për shkak të shpejtësisë së zgjedhjeve. Dhe me shpejtësinë vjen edhe ajo shtërpësia e ofertës politike. Po është problem kur diçka të bëhet rutinë, Lirim, sepse ose mësohesh ose bëhesh aq skeptik sa që nuk del edhe të votosh fare. Kjo është një nga kostot e shkuarjes së shpesh në zgjedhje. Domethënë një lloj apatie të qytetarëve sepse ata nuk konsumojnë më aspekte programore të zgjedhjeve, po konsumojnë kush e ka fajin për shkuar në zgjedhje. Dhe në këtë drejtim vrehet një mungesë entuziazmi nga ana e qytetarëve, e cila shprehet me mungesë pjesëmarrje edhe në tubimet elektorale. Dhe nëse e shohim në këtë si ka qenë pjesëmarrja në këto? Në këto 2-3 ditë të fushatës, shumica e takimeve janë të vogla, jo në masë të madhe të qytetarëve, në përjashtim të hapjes së fushatës ku bëhen tubimet pak më të mëdha, dhe edhe politikanët e kanë kuptuar që nuk mund të shkosh te qytetarët me të njëjtën gjë për të disatën herë, edhe të akuzosh tjetrin se na ka sjellë deri në këtë situatë. Dhe për më tepër jo një herë në 3 muaj, po një herë në 4 vjet, hajtë se qytetarët edhe rrjetet sociale, se ti tash ti me i pa ma shumë ki politikan TikTok se sa 33 influencera. Po prapa, jo, mënyra tradicionale e argjend e bërjes fushatës e patëm reagimin e fundit pas një emisioni që e pat kryeministrin e tyre dhe nuk e i falenderon të qytetarët për besimin në një program tinaj, po i falenderon të qytetarët që kanë thyrë rekord shikueshmërie. Domthonë e merrim me mend në çfarë situate. Tani trendi edhe viraliteti në çfarë situate, po nuk e kemi influencer aty në krye të Shqipërisë, po për fat të keq. E kemi zgjedh, po them e kemi zgjedh, me që jemi pjesë e kësaj shoqërie, e kemi zgjedh për të na zgjidhur hallet e problemet e përditshme, po jo për të na lyt rolin e influencerit edhe jo vetëm zotin Kurti, por asnjë politikan, të cilët me të vërtetë që e kanë bërë demode edhe qasin në rrjetet sociale duke qenë se po shtyen ndërmjet vete edhe me lajka fake, edhe me views fake, edhe me të gjitha të tjera me radhë. Domthonë asgjë e vërtet në programet, as në ato teorike, as në ato çka i thonë, nuk ka të vërtet. Të gjitha janë paketime që u paraqiten qytetarëve e për kitase me këto, qytetarët po pritojnë më u shku edhe më janë dëgju që thot popullit të na dërlat e njëjta
që të ripol zgjedhje. Kjo është një tregus tjetër i mungesës së ofertës politike. Domethënë ti kur s'ke ofertë konkrete politike. Po çfarë oferte mund të kesh një rim kur ti para 3 muaj sa e ke folur një gjë tani të hyj pak në rolin e qytetarit edhe unë se kur i shkon politikani përballë duhet këtë kaluar pak kohë, këtë çfarë ti tregoi, çfarë ka bërë, ose opozita çfarë ka për t'i ofruar më mirë. Sa ja tha para 3 muajsh, ç'të dëgjosh më? Sakt, prandaj edhe ka mungesë entuziazmi për këtë zgjedhje. Pikërisht për shkak të mungesës një qartësie nga ana e partive politike. Mirë po ky shqetësim bëhet më i madh sidomos për opozitën. Sepse nëse ti synon ta rrëzosh pushtetin ose ta rrisësh votën tënde, mund ta bësh këtë gjë vetëm duke kritikuar. Duhet t'japësh edhe ofertë për problemet të cilat ti thua që janë probleme dhe për cilat kostën duhet ta mbajë qeveria. Nuk po e dëgjoj qytetarët, se unë nuk munda me thonë që opozita nuk ka, përgjithsisht opozita nuk ka program. Kanë program. Sidomos nëse hyn tani program të publikuar ditën e hapjes së fushatës. Pikërisht këtu doja të dilja pak. Çfarë programesh kanë prezantuar? Jam kurioze ta dëgjoj. Dhe a kanë ndryshuar? Se sa janë adapt për vendin. A kanë ndryshuar këto programe nga zgjedhjet e para 15 muajve në ato të pak muajve më parë tek programi i prezantuar këto ditë fushate? A mund të na thotë dikush me çfarë programi ka fituar zgjedhjen 2021 zoti Kurti? Me programin që garanton tani. Mirë, po ajo që ishte akoma... Dëshiroj të them diçka tjetër. Ju vetëm që e ka këto. Po problemi është që e ka fitu vetëm me motën që 12 kat burgu atje, 20 kat kjo këtu, komi shuktat korruptumët atje, dhe më thonë këtë në motë sloganin këtu, nuk janë zgjidhje për hallet e qytetarëve. Po pa, e ka mbajtur të paktën ato moto dhe slogane që ka përdorur në fushat. Po, e ka mbajtur, e ka sulmuar prokurorin për të gjithë hajnat e pushtetit e tij, parasysh se si e përmenda, 22 miliard buxhet. 300 milion të ndera burimor, 1 miliard euro për blerje të energjisë, kontrata për renovim të bloqev që pa ardhur një vit, ato dalin jashtë funksioni. Thjesht, ky vend nuk ka po për 26 vite liri, nuk ka po si formati të vjedhjes publike, pa uskuq dhe kushdo, qof mediat, qof prokuroria, qof sinjalizuesit që i kanë raportu rastet, janë linqu, janë sulmu në format të vrazhd nga pushteti. Më duket se imiton kryeministrin ton këtu, sepse ka pasur jo pak raste kur Rama i ka linquar apo sulmuar gjyqtarë të caktuar dhe fragmente të caktuara të sistemit. Për mu halo më shqetësues se kjo. Dhe shoh shpesh herë që ka një tentativë të Albin Kurtit për ta imituar kryeministrin e Shqipërisë. E shoh edhe mund këtë apo? Po, shqiptarët garojnë të marrin modelet më të këqija. Mirë po, halo më shqetësuese se sa sjellja e Albin Kurtit dhe Edi Ramës për mua është sjellja e shoqërisë sonë. Për të njëjtat probleme që e shohin Albin Kurtin, opozita në Kosovë e mbështesin Edi Ramën, apo e kundërta, ata që e mbështesin Albin Kurtin për krejt të zezat, korrupsionin, keqeverisjen, arrogancën, për ditë në Facebook e shohin Edi Ramën, për mu është e habitshme, si ka mundësi ti të kesh këtë standard, si ke mundësi ti të kesh këtë standard, apo akoma ma mërzi. Albin Kurti ikte në Gjilan dhe premtonte Hekurudhen. Premtonte Hekurudhen dhe nuk e ka ndërtu autostradën. Si tramvaj dikurshëm i Lulzim Bashës tek ne? Jo, a i ka fitu zgjedhjet me premtimin për autostradën e Gjilanit dhe e ka premtu që përfundon vitin 2023 ka ngelur gërmadh. Në vitin 2023 atje ndalun, e ka premtu stadiumin e Gjilanit dhe për koincidencë, prap atje i fiton. Po mira, i shef populli këto gjëra. Jo, më i fiton 60% vota atje. I fiton 60% vota. Se fiton dhe fiton. Po i fiton 60% të vota. Siç fiton Partia Socialiste tek ne. Fatkeqësisht, opozita nuk duket këtë alternativë dhe s'është luftarake sa duhet. Pak të dyja si vënde problemin tek opozita që kemi? Aida për ta vënë një pasqyrë kështu pak më të madhe të situatës. Në këto zgjedhje garohet në njërin anë nga pushteti për të mbajtur votën edhe mbështetjen që ka. Edhe në anën tjetër nga opozita për të rritur mbështetjen e saj në mënyrë që të jetë më kurrëzuese ka shi Albin Kurtit pas zgjedhjeve. Do dalim në pjesën e dytë në fakt lirim tek kjo, megjithatë përfundoje deri diku mendimin që ke. Çështja është që nuk është se as opozita pret diçka të jashtëzakonshme nga këto zgjedhje. Qëllimi i saj është të rrisë votën e vet,
që të ketë mekanizma kushëzues edhe për qeverinë dhe jo vetëm për presidentin. Dhe në anën tjetër, zoti Kurti dhe vetëvendosje garojnë që ta mbajnë sa më shumë mbështetjen që kanë për ta delegitimuar opozitën në diskursin e saj. Kjo është çka do ndodhi me datën 7 qershor. Në fakt, pikërisht tek kjo do të fokusohemi në pjesën e dytë të këtij emisioni, tek përballja apo le të themi ajo kundërshtia mes Lumir Abdixhikut, Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit si ai trinomi më i fuqishëm, do ta quaj në thonjza i kësaj fushate zgjedhore. Shkëputemi për pak dhe rikthehemi për të diskutuar dhe për të vijuar të gjitha ato narrativën që Lirimi e nisi. Mosha më rëndësishme e jetës. Që gjitha një sfidë. Po aq e bukur sa është, aq edhe e rrezikshme është. Si zgjedh çfarë personi do që të bësh në të ardhmen. Periudhë pak më e vështirë për ne, pra njerë prindëritën tonë në këtë moment është më e rëndësishme. Gatuen nga shoqëria më e rritur. Nuk janë ashtu sepse ata kanë lindur ashtu. Ata janë adoleshentë. Dhe unë jam një prej tyre. Ne në syrin e tyre jemi shpresa dhe modeli, ndërsa ata në syrin ton janë jo vetëm e tashnja, por edhe ardhmja. Ne kemi nevojë të dëgjohemi pa u gjykuar. Ambicjet politike në këtë fushat duket se kanë prekur majat. Nga njëra anë është lëvizja vetëvendosje së bashku me Partinë Guxo dhe Alternativën, të cilët synojnë 60% të këtyre zgjedhjeve. Nga ana tjetër, opozita duket se nuk është më ajo e fragmentuara e vitit 2021. Një binomi krijuar, Lumir Abdixhiku me Vjosa Osmanit janë tashmë kundërshtarët kryesor të Albin Kurtit. Duket se nuk kemi më thjesht një pretendim për të fituar sa më shumë vota në këto zgjedhje, por kemi edhe një, le të themi, mbijetesë politike që po kërkojnë partitë kryesore. Nëse ndalojmë pak te ky 60% që Albin Kurti kërkon, a e ka ende kartën e shpresës se do mund t'i marrë referuar situatës politike që kemi në Kosovë dhe referuar qasjes që ka populli i Kosovës, apo është një kërkesë arrogante nga ana e tij? E po ashtu, duke shtuar këtu edhe luftën që ka me binomin Vjosa Osmani, Lumir Abdixhiku, për të kaluar më vonë edhe tek partitë e tjera. Po, tani frika është nga gjitha partitë politike që do të ketë dalje më të ulët në zgjedhje, për arsyet që i përmendëm. Duke pas parasysh këtë gjë, lëvizja vetëvendosje në diskursin e saj është duke zhvilluar një fushat totale, masive. Edhe nga slogani vrejet, krejt për shtet, shtet për krejt. Është një thirrje masive e cila synon që ta mobilizoj elektoratin e saj. Sepse në rrethanat kur ti friksohesh që do ketë dalje më të ulët, ti duhet ta mobilizosh fillimisht ato vota që i ke. Pra ka dhe një tentativë të vetëvendosjes për të mbajtur elektoratin e vet, sepse ka filluar t'i rrëshqas? Jo sepse ka filluar t'i rrëshqas, po sepse nga zhgënimi njerëzit mund të mos dalin në zgjedhje në masën që kanë dalë në 28 dhjetor apo në shkurtët vitit kaluar. Dhe në këto rrethana ti bën thirrje fillimisht elektoratit tënd të mobilizohet dhe të angazhohet. Dhe kjo vrejet edhe nga diskursi që përdor zoti Kurti dhe vetëvendosje. Ndërkohë që në anën e opozitës, elementi i ri në këto zgjedhje që nuk e kishin në asnjë nga zgjedhjet e kaluara është Vjosa Osmani. Dhe jo si emër dhe si personalitet, por si angazhim politik. Vjosa Osmani ka dhënë freskinë opozitës dhe LDK-s me takimet e përditshme në terren me qytetarë. Diçka që i ka munguar kësaj partie, sepse ajo ishte tërhequr pothuajse në politikbërje nga zyret e saj dhe në studiet televizive. Dhe kishte humbur këtë elementin e kontaktit të drejt për drejt me qytetarët, të cilën ja ka dhënë Vjosa Osmani. Sa do të ketë efekt elektoral kjo, mbetet të shihet, por që është një diçka e re të cilën kjo parti
e ka humbur ndoshta qysh prej vitit 2019. I arrit pak atë kartën përpara. Ndërkohë që Partia Demokratike e Kosovës synon ta ruajë votën e saj, edhe duke pasur shpresën që mund ndodhe diçka në procesin gjyqësor në Hag dhe në brenda këtij viti ndoshta mund t'i kthehen liderët e saj historik. Dhe qëllimi i saj është që nëse nuk mund ta arrisi votën si total, të paktën ta ruajë atë që e ka pasur edhe në dhjetor, edhe në shkurt të vitit kaluar. E kam ndarë në fakt në një pjesë të veçantë edhe Partinë Demokratike të Kosovës, por edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës si dy fraksionet veçanta që qëndrojnë pikërisht tek ajo që ti the, që synojnë të ruajnë vetëm atë elektoratin e vet. Ato janë në një lloj faze të menaxhimit të krizës faktikisht, dhe jo në një lloj ofanzive politike. Dhe jo më kote kam ndarë edhe si një fraksion më vete apo si një blok më vete të këtij emisioni. Ali, a është arrogancë e Albin Kurtit apo e lëvizjes vetëvendosje dhe dy partive të tjera të vogla ky 60%-shi, apo me të vërtet e ka ende atë kartën e shpresës e konsideroj unë për ta mbajtur dhe për ta marrë realisht të 60%? Po pretendimet janë të drejta dhe mund t'i ketë edhe dikush që ka shumë më pak të mbërrijë atë numër. Mirë po nga ajo që ne shohim në terren për ditë, lëvizja vetëvendosje ka të pamundshme ta përsërisë rezultatin e 28 dhjetorit për disa arsye. Mirë po unë po i cek dy me kryesorët, mungesën e numrit të diasporës që ka qenë prezent në Kosovë dhe veçmas daljen në diasporë të një numri të konsiderueshëm të votuesve rezident në Kosovë që llogaritet tjetër rreth 100.000 që kanë qenë tek familjarët e tyre në vizita në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Pastaj ndarja e Vjosa Osmanit apo mashtrimi gjatë krejt procesit që ka bërë Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje në raport për kandidimin dhe mungesën e votave për Vjosa Osmanin, se ne nuk do të harrojmë që lëvizja vetëvendosje në 2019 ka qenë e barabartë me LDK-n. Dhe me kalimin e Vjosa Osmanit, lëvizja vetëvendosje e ka marrë këtë mbështetje. Dhe në rast se shenjë përballje të tillë, unë besoj që lëvizja vetëvendosje minimalisht në këto zgjedhje ky kalimi Vjosës tek LDK-ja, a e tromb Albin Kurtin dhe sa e tromb? Po, dhe sa ja dje këtë gjithë nga jo që ne e kemi parë në rrjetet sociale, trembjen më të madhe lëvizjes vetëvendosje për humbjet pushtetit ja ka dhënë Vjosa Osmani. Jo LDK-ja, jo PDK-ja, jo AK-ja, por Vjosa Osmani për arsye se Vjosa Osmani ka qenë ylli i preferuar i lëvizjes vetëvendosje apo i turmave që e kanë mbështet lëvizjen vetëvendosje për të mbërri këtë numër. Dhe refuzimi për ta kandidu pa asnjë arsye të mirëqenë dhe të besueshme dhe veçmas mashtrimi gjatë krejt procesit dhe që në fund doli në pa, ka lënë shihet hidhur. A do të mund tim marrë me vete të gjitha votat që do t'ja heq lëvizjes vetëvendosje Vjosa Osmani, apo ata do të ngelin qytetarë të dëshpëruar e që nuk do të votojnë? Kjo është një dilemë që do ta konfirmoj procesi zgjedhor, por lëvizja vetëvendosje do t'i humbë minimalisht 10 deputet nga ndarja e Vjosa Osmanit, për arsye se mos harrojmë, Vjosa Osmani sot është më e madhe dhe me më shumë ndikim se sa kur është nda nga Lidhja Demokratike e Kosovës, për arsye se përkundër pakënaqësive që i kemi ne si opinionist, ekspert të fushë, partitë politike dhe të gjitha, Vjosa Osmani ka dukshëm performancë më të mirë në arenën ndërkombëtare se Albin Kurti dhe veçmas. Nëse i krahason, është dukur si politikane më racionale përveç situata kur e ka rrëmbyer zemrimi, e në këso situata Albini ka shumë më shumë që nga epoka e hajvanotit. A do të arri Vjosa Osmani në një kohë kaq të shkurtër ta arri atë që Aliu po thonte, pra të marrë një numër të konsideruar deputetësh apo një numër të konsideruar zgjedhësish dhe t'i kaloj tek Lidhja Demokratike e Kosovës? Që fakti që kryeministri i detyrë
del në funksionin e vetë ideologjik vetëm në ku zgjedhësh si majt, tregon që zotri Kurti është në panik nga zotri Kurti. Jo nga kjo që i ka dalë Vjosa Osmani kundër, jo nga binomi Osmani Abdigjiku, jo nga dy kandidatë të tjerë, partive tjera të ish opozitës si për kryeministër, edhe pse, thëmë të drejten, të gjithë kanë çdo gjë më mirë se sa prezantimi që i bën zotri Kurti vetvetes dhe konceptit të tij politik dhe qeverisës, por Prapë nxjerr egoist. Absolutisht. Unë kam thënë gjithmonë në çdo paraqitje time. Zotri Kurti ka më një moment kur ka me ju friksu zotrit Kurti. Për shkak se nuk ka mujt asnjëherë me dalë nga levozhga e Kurtit opozitar dhe mu sill si Kurti shtetar për me u marrë me temat të cilat i ka kritikuar dhe ka thonë që ka me i bo ma mirë se sa që i kanë bu këta për 20 vite. Dhe sot, kur kem parasysh që edhe zonja Osmani, si mbretnesha, si presidentja ma mirë që ka pas Kosova, si njëra që e ka një shumë mirë në bërtham politikën e jashtme, që e ka përfasu Kosovën në mënyrë më të mirë të mundshme. Këtu e në deklarata zotit Kurti në këtë mijat. Dhe vjen një moment kur është e pa denit për të qenë presidente edhe për një mandat, kjo mundet me i sjellë pasojë në kuptimin numerik të votave ditën e zgjedhjeve. Por koncepti ti është vështirë me dhonë goditje tjetërkosh përveç se zotri Kurti. Argjend, pse shkua në këtë pikë Albin Kurti dhe Vjosa Osmani? Nga ajo që e tham pak ma herët që zotri Kurti nuk pande që e meriton dikush tjetë më mirë se sa zotri Kurti vetë, edhe pse në fakt vetë nuk din me konë shtetar, si që thash. Din me qenë opozitar, din me qenë kritikusi mirë, është oratori mirë, por në menaxhim dhe në krijim, në kuptimin shtetëror nuk arrin me... Sa i kushton në arenën ndërkombëtare Albin Kurtit e gjithë kjo situatë, duke nisur nga çështja e presidentit, nga zgjedhjet e njëpasnjëshme, e të gjitha me radhë, sepse patjetër që duke qenë një vend që aderon dhe synon, ashtu si të gjitha vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor të shkojë drejt Bashkimit Evropian, çfarë kostoje merr me vete edhe nëse i fiton këto zgjedhje? Ne duhet me gjyku zotrin Kurti për çka i kushton Kosovës në arenën ndërkombëtare kjo shkuarje në zgjedhje shumë shpesh, edhe në kuptimin ekonomik, edhe në kuptimin diplomatik, edhe në kuptimin e besueshmërisë të atyre që kanë investuar me ndërtuar me pas në këtë shtet sot të lirë dhe të pavarur edhe të njohur ndërkombëtarisht. Pra këto duhet me apo pyetje dhe zonja Osmani përtej këtyre tregimeve që i ka mes rreshtave se çka ka thënë zotri Kurti, se si është takuar zotri Kurti me Vučićin, këto do duhej me i thonë, me vazhdu me i thonë, mas i pat tregu fillimisht në kuvend Kosovës të çështja e Bigjozit me aleatët tonë, do duhej me vazhdu këtë sagën e tregimeve të vërteta. Nuk ki nevojë me gëny asgjë, po me i thonë të vërtetat. E jo pasi nuk arritën me u dakordu edhe për një mandat tjetër, edhe pasi e kuptuam që po shkojmë drejt zgjedhjeve, me fillu me këto nuancat që unë po tregoj se sa i keq është zotri Kurti. Ne kush e kupton politikën, e dim shumë mirë se sa i keq është zotri Kurti. E janë m'ja shpjegu qytetarëve të cilët po i besojnë. A do t'ja përdorin njëri tjetrit Vjosa Osmani dhe Albin Kurti çfarë din për njëri tjetrit, sepse Vjosa Osmani thotë që e kam mbrojtur. Po si e kam mbrojtur dhe në çfarë e kam mbrojtur? Njërim përdalet tek ajo që unë pyeta më herët se si do të ndikojë në arenën ndërkombëtare, por edhe tek procesi i integrimit, sepse e niset athoje. Nuk besoj që ndikon për zotin Kurti. Për Kosovën, sepse ne këtu po flasim për Kosovën, më shumë se sa dhe kur them Albin Kurti, unë them për Albin Kurtin ndoshta edhe si kryeministër i jashtëm dhe për përkusinë e Kosovës. Çështja është që nëse zoti Kurti rilegjitimohet me të njëjtin rezultat, ai do të jetë faktikisht politikani i vetëm i cili do të negociojë ose do ta ketë fuqinë absolute faktikisht për negocim me gjithë aktorët ndërkombëtar. Duhet të them edhe diçka. Kjo lidhet edhe me përplasjen me Vjosa Osmani. Nëse zotri Kurti do të vazhdojë të jetë fitues me këtë përqindje dhe me këtë përqindje, ne do të vazhdojmë të jemi në zgjedhje. Prap. Ja, nuk e besoj. Duhet me marr mesazhin e qartë. Nëse zotri Kurti votohet prap, edhe me ndalon në çet përqindje, në kuptimin ose le të japin ato që pe kërkon, ose le ta hedhin në opozit. Rrugë të re nuk ka këtu. Këtu dy rrugë, njëra nga këto dy rrugë duhet të jetë në shtatë qershor, tabelinë në shtatë qershor. Doshta ky është mesazh më shumë për opozitën se sa për qytetarët. Po mbetet të shihet kjo gjë. Përplasja
edhe lidhet me politikën e jashtme. Përplasja e zotit Kurti me zonjën Osmani ishte pikërisht kjo, sepse duke qenë se zonja Osmani shkëlqeu në politikën e jashtme. E kishte kartën dhe ka kartën në Ishte kontakti kryesor i Bashkimit Evropian Shtetet Bashkuara për Kosovën. Dhe në mungesë të saj, zoti Kurti, Bashkia Ndërkombëtare nuk ka kontakt tjetër përveç atij që i fiton zgjedhjet. Dhe nëse ajo që e thash, nëse rilegjitimohet zoti Kurti, do jetë aktori vetëm edhe në skenën ndërkombëtare, sepse në fund të fundit Bashkia Ndërkombëtare nuk është se zgjedh me këtë komunikoj. Ajo komunikon në atë që e ka mandatin edhe e ka legitimitetin popullor për të udhëhequr me institucionet. Ndërkohë se do t'i përdori zonja Osmani ato që ka ndodhur, ajo po e bën një gjë të tillë. Aliu këtu ka për të thënë diçka, sepse më fal Lirim, po më ka bërë shumë përshtypje një deklaratë e dhënë në një intervistë nga Vjosa Osmani se unë e kam mbrojtur shpesh herë apo shumë herë Albin Kurtin, po ku e ka mbrojtur dhe për çfarë e ka mbrojtur Vjosa Osmani Albin Kurtin? Po, unë besoj që shumica e dilemave që lindin nuk janë si rezultati mos zbatimit të asaj që kanë pas pritje ndërkombëtar. Mirë po kanë qenë i pabesisë në komunikim që e ka pas kryeministri Kurti. Për arsye se ti në rast se komunikon drejt me ta, do a thuat vërtetën në sy. Për arsye se nuk mund t'i nxjerrësh bllëf para vendeve të tyre, veçmas ambasadorët e Kvintit apo edhe ministrat e punëve të jashtme, kur të vinë, bisedojnë, dakordohen për diçka tjetër dhe ti nesër ndërmerr veprime të tjera. Për mua nuk është shqetësuese Albin Kurti në relacion me miqt. Sa shqetësues me menaxhimin dhe udhëheqjen e vendit. Albin Kurti është i pa. Marrëdhënia me miq nuk kupton integrim, nuk kupton. O përtej kësaj, njeriu është i pa aftë ta qeverisë vendin. Njeriu është i pa aftë ta qeverisë vendit. Dhe nesër mund ta nxjerrë një ministër të punëve të jashtme, jo ta ketë një të marrë si e ka pas Donika Gërvallën, që në vende të tjera është njeriu që e hap dyert kryeministrit, jo që ja mbyll ta ndresh këtë relacion. Mirë po, ekipa e tij dhe veçmas ekipa që e ka tani ka dëshmuar që i ka mbledhur krejt njerëzit e pa aftë, që i ka pas pjesë të strukturës apo veçmas. Zoti Zeva që ai vazhdon me fitu këtë numër të madh votash nëse ka qenë kaq i pa aftë. Po pra, se më bën përshtypje. Ma numro një sukses që ka pas në qeverisjen e tij. Unë nuk jam për me numëru sukses, unë thjesht po pyes. Nëse pafësia e tij nuk përkthehet në më pak vota, ai nuk ka fal. Ne flasim ndryshoj. Se ndryshon një politikan që merr 50%. Jo bre, ne flasim për realizimin e projektit. Ne flasim për realizimin e planit qeverisë. Ne flasim për implementimin e atij buxhetit në përtim. Është qytetari me votë. Po, ti mund të fitosh zgjedhjet dhe ti je politikan i paftë. Në Shqipëri ne shohim si fitojnë zgjedhjet, ose si ka fituar Sali Berisha edhe pas konfliktit që ka qenë 97 edhe se pas piramidave. Shqiptarët kanë shembuj negativ, ka edhe shembuj pozitiv, si Angela Merkel që i ka fitu 4 zgjedhje me punë. Jo, po ne jem të fol për diçka tjetër. Unë po them, tregom çka ka bën arsim, tregom çka ka bën shëndetësi, në cilin do sektor. Nëse dikun ma numëron një rezultat, po thotë pas kësaj që unë po personalisht po dakordona me ty, po çush është e mundshme që po i fiton, çush është e mundshme. Ti përgjigjen po. Çështja është, një politikan, cili do të qoftë, nuk është vetëm zoti Kurti, që i fiton zgjedhjet, nuk ka arsye pse të ndryshoj. Ka arsye të ndryshoj para arsye. Ka arsye të ndryshoj para arsye. Jo, se ti ke marrë vendin me qeverisë, me realizu projekte, me realizu projekte. Kundrazi ka vazhduar me të njëjtën. Po nuk mund të vazhdosh, dëgjoj, nuk mund të vazhdosh pafundësisht. Nuk mund të vazhdosh pafundësisht do vazhdoj askush, po ai nuk ai po fiton zgjedhjet. Po për këtë arsye, po them nesër po do kthehem pak këtu dhe po futem dhe unë në debat. Kjo që thua ti është nëse dikush është i ndërgjegjshëm politikisht për ta çuar përpara vendin dhe popullin e vet,
por nëse është i pandërgjeshëm politikisht, por edhe moralisht, do të vazhdoj me të njëjtën metodë se si ka punuar. Së mund të vazhdoj para arsye se do të përsëritën zgjedhjet, do të kemi zgjedhjet sepse deputetët e opozitës, kushdo që është i përgjegjshëm, i ndershëm dhe do këtë vend nuk do ta vatoj që të shkoj kjo marrëzi pafundësisht që ne të humbim. Po ka që nuk e mendojnë kështu. Këtë publikëm i të them. E mira është ajo që thua ti, por nëse hym tek ndërgjegjja, nuk... Ai ishte për mund të lidhet me ndërgjegjen. Ai ishte arsyeja prishjes të binomit Kurti-Osmani, çështja e pozitave shtetërore. Po, ka qenë veç për çështje të pushtetit, nuk ka qenë për interes, nuk ka qenë për interes të Republikës. Shtatë qershorit nuk do të jetë po kjo mos ndërgjegje, arsye që do të ribashkohen edhe do të vazhdojnë aty ku e kanë lënë. Unë mendoj që se ka një rrezik të tillë. Çorja është aq e madhe, çorja është aq e madhe sa nëse gjykojmë që i prishe letrat me shpjegu në terma popullor, nëse i prishe letrat me njerin dhe i ndreqe me ishin, kush na siguron edhe na garanton që nuk do t'i kthesh prap një eksi politik, e kam fjalën. Varet se si ka qenë eksi. Sistemi politik. Prandaj po them që nuk po shkon as thellë zoni Osmani sa do duhej me shku, me se ka filluar këtë Po pra, prandaj thash ja, do t'jam nxjerrin këto sto palara njëri tjetrit. Dhe kisha ajo pa qëllim të pyetja. Nëse ajo ka bërë veprime të caktuara për zotin Kurti, i bie që ajo ka qenë pjesë. Jo bre, në rast se ajo e ka mbrojtur. Po dalim aty që sepse e përfshin vetveten ato gabime. Nuk e përfshin vetveten. Në rast se ne flasim që e ka mbrojtur temisht evropian ose amerikan. Shumë mirë ka mbrojtur kryeministrin e Kosovës. Vendoset në listë zezë, nuk në listë zezë. Mos i vendosen, ka mbrojtur, mos i vendosen sankcione. Ka bër mirë. Nuk ka bërë mirë që s'ka treguar. A ka mbrojtur Albin Kurtin apo ka mbrojtur kryeministrin e Kosovës? E ka mbrojtur kryeministrin e Kosovës. Pas ka mendim ndryshe, Argjendi thotë e ka mbrojtur Albin Kurti. Ka pas emrin Albin Kurti. Mirë po, zotëria po thotë po i fiton zgjedhjet. Jo, se ka një dallim të madh të mbrosh kryeministrin e Kosovës dhe të mbrosh Albin Kurtin, no? I ka fituar zgjedhjet me 28 dhjetor, për arsye se në zgjedhjet të shkurtit opozita ka refuzu me bë qeverinë e opozitës përkundër se i ka pas votat. Dhe qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë pas veç një mundësi, me votu Albin Kurtin për me bë qeverinë, se këta s'kan qenë të gatshëm të dakordohen të dhon vendit qeveritë opozitës. Prandaj qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë pas veç një mundësi, t'ia vazhdojnë këtë qeverisin dikuj që është i gatshëm, qashtu t'ia vendit një qeveri. Po, e ka mbrojt kryeministrin që ka qenë Albin Kurti. Dhe ka vullnesëm atë punë. Por Napoli, që na mbikëqyr neve, si në kuadër të rajonit Ballkanit Perëndimor, i kanë reagu Kurtit ashpër, edhe deri te kërcënimi që do të zbrazim armë ndaj kujdo që provon me hap ujin e Ibrit. Zona Osmani ka qenë ajo që në rendë ndërkombëtare e ka mbrojt zotin Kurti, nuk e ka mbrojt kryeministrin e Kosovës për shkak se nëse mbron kryeministrin e Kosovës, nuk e ka mbrojt kryeministrin e Kosovës për shkak se aty është normale sepse janë interesat e kombit e të gjitha merat. Edhe të tjerë, të cilët zona Osmani nuk i ka mbrojt. Mirë, pas ka pas, nuk ka pas qasi pozicioni. Temat e politikës ditore nuk duhet me u përzi me politikën e jashtë. Nuk mund t'i kërkosh një deputeti cilët si presidenti. Është nonsens kjo. Flasësh keq për kryeministrin e kompetencash pastaj, edhe delir i lartë. Kushdo të qoftë ai. Kur del në arenën ndërkombëtare duhet flasësh si shtet, si institucion. Jo si Osmani e cila në zgjedhjet e kryeministrit i politikës ditore. Po as sa ka thënë edhe Kurti që këta kanë shkatruar. Nëse ka mbrojtur shumë mirë ka bërë edhe kjo nuk ka asgjë të keqe këtu, sepse ka mbrojtur kryeministrin e Kosovës. Si kandidate për kryeminist. Paransishëm aty. Këtë drejtim, domethënë nuk duhet politika e jashtme të bëhet pjesë e luftës politike të brendshme. Sepse atër dalim këtë gjithë edhe i dëmtojmë të gjithë këto institucione që i kemi ndërtu me mund dhe me djersën e gjatë. Flasë është shumë në rregull dhe shumë legjitime të përplasëmi për politikën e brendshme, për qeverisjen, për ekonominë, për shëndetësinë, për arsimin. Mirë po, temat e interesit nacional nuk duhet bëhen pjesë e agendës së politikës ditore. Sepse kjo tregon papjekuri politike. Albin Kurtin se sa kryeministri i Kosovës i ka pas punë të mirë me ta. Në momentin kur ja ka fillu me kritiku zotin Kurti si personalitet politik dhe me mbrojt kryeministrin. Nuk e ka kritikuar asnjëherë në politikën e jashtme, ka pasur një sinkron të jashtëzakonshëm. Keni shembullin Kuvend Kosovës, në momentin kur i ka thonë që jetu lujt Bixhaz me alatet tonë, edhe ju nuk i ka thonë kryeminist, po i ka thonë zotit Kurti,
mbi bazën e konceptit çfarë e ka zotri Kurti, janë prish, e ka thonë zotri Korniufsa. Ja mori personale. Absolutisht, e ka thonë zotri Korniufsa, nuk kemi pasur me vazhdu na me bashkëpunu me to përderisa na ka sulmu neve. Nuk ka thonë e ka sulmu Kosovën, as e ka sulmu kryeministrin. Po si kemi pas na me bu me to tutje kur ajo e njëjta në Kuvend Kosovës na ka kritikuar neve vetëvendosim. Sistemi politik i Kosovës e ka themelore konsensusin politik. Do të thënë, edhe në rastet kur ti fiton 50%, ka një mekanizëm shtesë si presidenti. E ka themelore, po pse shkelën mbi themelet e një shteti? Jo, këtë duhet me kuptu të gjitha palët, sepse me këtë do të përballemi prapë ne. Pas shkëshorit, pse shkelën dhe dua ta kuptoj edhe unë këtë. Kur duhet të merremi vesh. Duhet të merremi vesh për konstituimin e kuvendit, për qeverinë dhe për presidentin. Nuk ka asnjë gjas, as teorike, as praktike, që një palë t'i fitoj të gjitha. Në kuptimin që mund t'i zgjedhë të gjitha. Për presidentin kërkohen 2/3. Kërkohet patjetër komunikim dhe bashkëpunim edhe mes qeverisë dhe opozitës. Dhe përderisa ne nuk e kuptojmë këtë gjë, ne do të vazhdojmë në këtë cikël vicioz të zgjedhjeve pa fund. Nuk ka këtu është imperativ konsensusi në sistemi politik të Kosovës. Mos kuptim. Ka dëshirë, ka insistim për t'i marrë të gjitha opozitat. Dhe pastaj lind pyetja legjitime. Pse opozita duhet ta votoj një president konsensual, një president kukull, karshi, se do duhej. Cila është alternativa e opozitës? Cila është alternativa në këtë rast? As nuk duhet. Në rast se Albin Kurti dëshiron ta vazhdojë mandatin qeverisë dhe t'i ketë shumicën e pushtetit që i ka, duhet ta ndaj me të preferuarin e opozitës, që ai mund të jetë edhe politik, si shohim në shumicën e vendeve, edhe të BE-s, ku janë brenda sistemit parlamentar, këtë format. Mirë po, qytetarët e Republikës Kosovës, që votojnë opozitën, aq numra sa i marrin, votojnë që t'jetë kryeministër, kryetar kuvendi apo president, dikush i preferuar i tyre, ata që e kanë votuar. Po jo që duhet të fitosh votat për ta bënë zotin. Duhet të fitosh votat e mjaftueshme 2/3 për ta pasur edhe presidentin. Dhe në rast se nuk i ke votat, atëherë duhet të bësh konsenzus me opozitën për njeriu në tyre, që nëse ti dëshiron ti shmangësh zgjedhjet. Nëse nuk dëshiron mi shmang zgjedhjet, duhet shkosh në zgjedhje. Dhe po e them, unë jo shkosh në zgjedhje pa fund. Unë do ta votoj opozitën. Dhe sikur ta dija, në rast se subjekti që e votoj unë do t'ja japte votën për një kandidat konsensual ose kukull, unë nuk do ta votoja, sepse në rrethon tjetër unë do ta votoja Albin Kurtin, pse të votoja një subjekt tjetër që ai dakordohet me preferencat e Albin Kurtit. Është komplet legjitime mos me ja votu kandidatin vetëvendosës. Mirë po, gjithashtu, në kuptimin e garës politike, kur ti nuk e bën një veprim, ke një alternativë. Në këtë rast, cila është alternativa? Shkojmë në zgjedhje. Shkojmë në zgjedhje. Okej, rregull, edhe kjo është legjitime. Shkojmë në zgjedhje. Po ti nëse në zgjedhje nuk rritesh vazhdimisht, cila është logjika e shkumit zgjedhje kur ti zvoglohesh? Po nuk e dim, na nesër e presim jo në datën 7. Në datën 7. Në datën 7 qershor do të rritet opozita. Për arsye se opozita e ka edhe një adresë që nuk e ka pas në zgjedhjet opozita duhet në fushat me tregu cili është pozicioni i saj. 3 faktorë jetik janë që kanë me bu, që me pas tjera parametra këtu zgjedhjet e 7 qershorit. Një, që nuk e ka diasporën siç e kishte dikur, zoti Kurti. 2, në kuptim nuk e ka diasporën siç nuk e kishte dikur. Në kuptimin e pjesëmarrjes në zgjedhje. Po tash ka shumë numër të madh të votuesve me postë. Edhe për kundër financimit që i buni sfundi tashmë, që të gjitha këtu tema, vendime dhe proklamime që i bën zoti Kurti janë do duhet të ishin subjekt hetimesh të një prokurori, qoftë Lezi, qoftë Mezi, siç parapëlqen zoti Kurti t'i quaj. Faktori tjetër është që nuk ja ka caktuar datën zonja Osmani për me shpëtu nga se do të kemi pas shancin me nxjerr nga loja që në 28 dhjetor. Po nuk e kemi zgjedh këtë model për shkak që, siç e thash, të gjithë kanë pretenduar që do t'i kenë pozitat e njëjta siç i kanë pasur edhe në kalumen. Nuk ka ndodhur një gjë e tillë, urime jemi për zgjedhje të tjera. Edhe faktori tjetër që nuk i ka plotësuar as për së afërmi, as që ka fillu me plotësu premtimet e vitit 2021. Lere më të 9 shkurtit ose të 28 dhjetorit.
A flitet për korrupsion në zgjedhje në Kosovë dhe nëse po Si për në çfarë? kupton për korrupsion në zgjedhje? Për të fituar zgjedhjet duke paguar para, siç jo pak raste ka pasur në vendin tonë, apo metoda të tjera që janë të ngjashme me korrupsionin por të ligjëruara. Që Tripol zgjedhje, lëvizja vetëvendosje i blen votat. Për arsye se i blen votat sepse ndon pako sociale 100 euro para zgjedhjeu, pas zgjedhjeu, ndon mbështetje sociale në kundërshtim me standardet që i ka ndërtuar kjo shoqëri. Mund të ketë 4-5 muaj para zgjedhjeve, edhe me jo para arsye se të ligji për buxhetin. Kuptoj atë që ti thua, po si ta kapësh ti ligjërisht që me ato 100 eurosha që është përndau Albin Kurti për Bajram, Nena i ka vjedh rezervat shtetërore. Blerjen e energjisë dhe remontin e blloshev është në komunikim në WhatsApp kryeministri me të njëjtit njerëz. Dhe Leçi nuk i ka denoncu në mëngjes në prokurori, po ai vazhdon ta sulmoj prokurorin dhe ne për habin ton. Kemi po ministra që tani kanë qenë në lista për deputet dhe janë bërë prap ministra, që kanë qenë të akuzuar ose janë ngrit akt akuza dhe i kanë bërë 20-30.000, 40.000 vota. Thjesht korrupsionin këtë vend nuk është parametër me ndëshkim për ndëshkim. Ne fatkeqësisht prokuroria jonë është shumë e ngadalt, ndryshe këta njerëz do të përfundonin një pjesë e konsiderueshme propagrila për arsye se ti si zyrtar, si përgjegjës në një institucion publik, po sa të kesh këtë informat që flitet për korrupsion, dakordohet puna e të ndjera një burimor dhe të ngjashme, jo që ti duhesh me hesht, po ti duhet të jesh i pari si e prori ti të ngarendesh për të raportu. Shumica e zyrtarëve publik në institucione që kanë qenë sinjalizues e kanë njoftu kryeministrin, për arsye se edhe njerëzit si puna ime, kur ka ardhur Albin Kurti, kanë besuar që është i ndershëm edhe ka me qeverisë mirë vendin, mirë po ka dole kundërta. Secili sinjalizim për keqpërdorime, për afera të mëdha korruptive që është denoncu, zyrtari o ka ikë në komision disiplinor, o është largu nga puna, ose është transferu një pozitë tjetër. Aty bëj një pyetje me kaq sa dëgjova se sigurisht unë vi nga Shqipëria, një politik tjetër atje, kryeministër tjetër pak të ndarë. Por ka bërë një gjë të mirë ky Albin Kurti se s'po dëgjoj asnjë të mirë që ka bërë për këtë. Po ka bërë dhe gjëra të mira. E ka larguar këtë pushtetin para prak që ka menduar që Kosova është krejtësisht e tyre dhe mund të sillen me arrogancë si të duan. Dhe veç mas të gratë Lehona që gjatë pushimit të lindjes i ka mbështet financiarisht që nuk ka qenë praktik që ka ndodhur më herët. I ka mbështet financiarisht edhe një numër, mirë po ka qenë e vogël. Po ka ndodhur para sa ka pas buxhet. Jo, më për gjëra takuese edhe jetike, o Aliu, po flas çfarë të mirë të madhe ka bërë. Nuk dit, dëgjom, po nuk dit bëj të mirë të madhe. Se këto janë paketa sociale. Dit bëj pos paketa sociale. Çfarë ka bërë tjetër? Nuk dit bëj se askush në ekipin e tij. Nuk është njëri që ka pas përgjegjësi jashtë pozicionit politik. Domthon, nuk është njëri asnjëri prej tyre që i ka fitu 50 euro jashtë angazhimit politik. Dhe janë krejt njerëz që janë profile politike dhe pos llafe u koti nuk din ta bëjnë asnjë punë. Kuptimin diplomatik ka fitu Kosova për shkak se i ka marrë një 4-5 njohje, duke qenë se të paktën në kuptimin ndërkombëtar e kemi pas megjithatë duhet më pranu. Njohjet e Vjosa Osmanit. Jo vjoset njohjet e Vjosa Osmanit dhe vegjetacion. E ka pas një aleate. E ka pas një aleate e cila megjithatë përkundër padjenisë zotërit Kurti se si menaxhohet politika jashtme, se thash edhe pak më herët, zotëri Kurti edhe 6 vite si kryeminist ka vazhduar të sjellë si një lider i opozitës, jo si një shtetar, si një njeri që i ka të gjitha segmentet në dorë dhe mundet me qeverisë edhe me bu punë të mira. Po zëni Osmanit duke e pa, po duke mos e pranu publikisht, po duke e pa këtë mangësi të zotit Kurti, e ka gjetë hapësirën me manevru, zoten, edhe këtu unë besoj që edhe prishjan ndërmjet zënës Osmanit dhe zënës Grëvalla, këtu ka ndodhur. Për shkak se zëna Grëvalla ka pas presion nga njëra anë prej zotit Kurti që me provu me izolu zënën Osmani, ose të paktën me kon afër dhe me i tregu, me i raportu se çka po biseduhet në ato tavolina. Këtë hapësirë ndoshta nuk e ka gjetë afër zënës Osmani, është një inferiore
Dhe kjo e ka sjellë deri në pikën ku o prish ky themi në këtë rastin e politikës jashtme, ky trinomi Kurti, Osmani dhe Zonja Grevalla. Lirim, ta ndërpreva më parë për dal pak edhe tek PDK-ja dhe AAK-ja. Dy parti që edhe nga ajo se si unë i kam parë nga jashtë të paktën për aleancën për ardhmërinë e Kosovës, duket sikur ruajnë vetëm atë bastionin e vet dhe synojnë po atë lloj elektorati. A kanë ndonjë peshë tjetër këto zgjedhje? Apo janë mbeten dhe do të vazhdojnë të mbeten në atë ruajtjen e atyre pak deputetëve të vet. Pra, si është dhe si duhet jetë roli i këtyre dy partive të vogla, ndoshta për të ndikuar pak më shumë tek rritja e opozitës? Jo, tani PDK-ja, siç e thash, është në qëllimi i saj në këto zgjedhje është të ruaj votën e saj. Që me sa duket është dhe AAK-s po i njëjti. Edhe AAK-s i njëjti, po dallojnë arsyet pse synojnë një gjë të tillë. PDK-ja synon ta mbajë votën e saj duke shpresuar se këto janë zgjedhjet e fundit pa liderët e saj historik, pa zotin Thaqe dhe zotin Veseli. Dhe nëse arrin ta bëjë një gjë të tillë, këto do të ishin zgjedhje të suksesshme për PDK-n. Ka një impuls shtesë që i ka ardhur nga zoti Limaj ditët e fundit, i cili është bashkuar, po themi kushtimisht pa kushte, në mbështetje të PDK-s, por edhe duke mos pasur alternativë tjetër, pasi që nuk arriti të bënte koalicion me ndonjë nga partitë, në kuptimin koalicion parazgjedhor, në ndërkohë që AAK-ja synon që ta ruaj votën e saj dhe ta ketë pragun e siguruar për të hyrë në parlament. Duke qenë se këtë gjë e ka bërë në 28 dhjetor, kur ishte akoma më e vështirë, unë nuk e shoh ndonjë vështirësi që AAK-ja ta bëjë prapë, pra kalimin e pragut. Edhe ka një lloj ndryshimi në strukturën e partisë, ku zoti Haradinaj është tërhequr për të lëshuar vendin zotit Ardian Xhimi si kryetari i ri i partisë dhe kandidati i sjell të mira apo nuk i sjell të mira? Unë mendoj që është një lajm i mirë sepse është një freski për të si strukturë partijake. Flas për elektoratin. Për elektoratin e saj, sepse jo se zoti Haradinaj është figurë emblematike e kësaj partie, gjithsesi këto freskit në skenën politike. Nga një artirje. Sa është shembull shumë i mirë në fakt që shohim. Se tha shumë mirë, po tash nga një artirje, tash kanë kaluar në dy artirje. Të ndërpres pak. Kjo që zoti Haradinaj bëri, pra një lloj tërheqje, le të themi, nga ajo figura emblematike e AAK-s, zëlirimi i vendit një njeriu të ri, është dhe një mesazh shumë i mirë që jo rrallëherë në fakt Kosova e ka dhënë me rastet një pas njëshme. Mesazh i mirë jo vetëm në Kosovë, po edhe në Rajan. Pikërisht, edhe nga jashtë, nuk tërhiqen deri sa të vdesin. Kështu që kur ndodh një tërheqje e tillë nga një lider, po këto të mira pra ti marrin njëri tjetrit, jo ti marrin vetëm të këqijat. Për sa i përket ndryshimit të leadershipit tek AAK-ja, për dallim nga PDK-ja dhe LDK-ja, sepse për PDK-n dhe LDK-n është në për qarshi, që i thot popullit tek ne, thonin që ja imponoi zoti Kurti. Me ndryshu liderët edhe të paktën PDK-s ja imponoi Haga se nuk është. Jo, unë e kam fjalën për çka është diskutuar në popull, se ne në esencë e kuptojmë se kishte zhvillime të tjera të cilat ja imponuan me ndryshu leadershipin, por tek zotri Krasniqi që ka qenë te kryetari i PDK-s, kështu është thënë. Tek AAK-ja ka ndryshuar për shkak se që është një zenit dikun ku nuk mundesh me tregu diçka të re. Dhe rrjedhimisht unë besoj që për nga profili i kandidaturave për kryeministër, më të mirë se sa AAK-ja nuk e ka askush. Po kjo figurë do të vlente në Norvegji ose në Suedi, po jo në këto rrethana të Kosovës në çfarë jemi. E faktikisht në këto rrethana çfarë është Kosova. Ende çfarë lideri duhet Kosovës në këto rrethana që jeni? Profili i ish presidentit Thaçi, profili i ish kryeministit Haradinaj. Këto e them me bindje edhe komar plot argumente, për shkak se ne ende kemi një armik që është sikur një vulkan që ka pushu pak, por që vazhdimisht, në vazhdimsi duhesh me e vëzhgu se mundet me u shpërthy prap edhe me na shkaktu shumë të lashe. Pra e kemi Serbinë, e cila në çdo rast me mbështetje të Rusisë provon edhe orë vatet me na shkaktu të lashe, me na shkaktu probleme. Derisa të kemi këtë armik kaq aktiv në pjesën veriore, ne duhet të kemi kryeministra, po them kryeministra, jo president, kryeministra të tipit që janë siç ka qenë zotri Thaçi, nuk po them që duhet jetë patjetër zotri Thaçi, as po them që duhet jetë patjetër zotri Haradinaj, po them tek profilet që kanë qëndrueshmëri, që kanë përvojë, por edhe në arenën ndërkombëtare
që kanë ma shumë linja të komunikimit edhe të besueshmërisë se sa zotri Kurti që na ka tregu deri më sot që ka. Po, më le të kthehem edhe një herë tek PDK-ja. Unë besoj që PDK-ja me angazhimin e Fatmir Limaj do të mbrijë ta ruaj të rezultat, a do të jetë partia e dytë. Nuk e di. Me sa përqind janë AK-ja dhe PDK-ja? PDK-ja është me 20% dhe është partia e dytë, LDK-ja është e treta. A do ta ketë impaktin që LDK-ja dalë parti e dytë, duke të i kaluar PDK-n, këtë do ta shohim. Mirë po, angazhimi i Fatmir Limaj i ka dhënë një energji të re, e që mos marrja e tij në listën zgjedhore ishte gabim, përveç se i kanë refuzuar mbi 20.000 vota. E kanë refuzuar një mosfushor ofanziv i cili do ta bënte PDK-n top ekip me një lojtar të rekrutuar me parametra zero. Mirë po, në rast se shet tek AK-ja, unë mendoj që AK-ja do të ketë rritje minimalisht 1 ose 2 deputet nga frika që mund ta kenë njerëzit që AK-ja mund ta rrezikoj pragun zgjedhor, për arsye se sa më shumë bëhet distanca nga lufta dhe liria, njerëzit e shohin më shumë vlerën dhe e vlerësojnë personalitetin e Ramush Haradinaj, e që Ardian Gjini, pas një dyshim, është njëri prej udhëheqësve më të mirë të qeverisjes komunale, ka qenë i suksesshëm edhe si ministër. Vjen nga pushteti vendor. Po, vjen nga pushteti vendor, mirë po paraprakisht ka qenë edhe ministër. Tani, cili do të jetë epilogu përfundimtar, varet krejtësisht nga performanca që do ta ketë Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe unë pres që minimalisht Lidhja Demokratike e Kosovës do të barazohet ose do ta tejkaloj Partinë Demokratike të Kosovës, e që nënkupton lëvizjave të vendosje t'i ketë minimalisht 100.000 vota më pak, mirë po njëkohësisht partitë opozitare duhet ta nxjerrin për votim elektoratin e tyre dhe veçmasën në Kosovë. Prej këtu dërgoj një mesazh shtresës së mesme, për arsye se unë ndaj mendim të kundërt me atë që kanë kuptojmë shtres të mesme. Këtu hymë dhe diskutojmë dhe debatojmë dhe jemi njerëzit që angażohen, punojnë dhe në Kosovë. Po, kur paguan faturat, a konsiderohesh më shtresë e mesme? Po, edhe jo në Kosovë nuk ka aq varfëri sa mos të mund t'i paguajnë faturat, për arsye se njerëzit në Kosovë janë punëtor. Populli thotë njerëzit në Kosovë janë shpjanika. Mirë po ajo çka ne e kemi pas fatkeqësi në këtë qeverisje. Shpjanika kur kisha me menaxhu se ishte edhe pyetja cili duhet të jetë profili i kryeministit të Republikës së Kosovës. E pas të mbajtur mend dhe shiqyr që e mbajti dikush mend të më thonë. Ne kem profilin e kryeministit të Kosovës, njeriu që s'ka marrë përgjegjësi për familjen e vet. Njeriu që s'ka marrë përgjegjësi ta rrez vajzën e vet. Njeriu që s'ka pas kur përgjegjësi në jetën e tij. E ne ja është një tregues patjetër jo pak i rëndësishëm. Ja kemi besu menaxhimin e Republikës, për arsye se menaxhimi mësohet në familje. Nëse ti nuk je i aftë të bësh mikromenaxhim, nuk mund të bësh makromenaxhim, dhe unë po e them. Kosovës i duhet një kryeminist normal, një njeri që don këtë vend, një njeri që din çka është menaxhimi, një njeri që e din çka është administrimi, një njeri i zakonshëm që nuk është arrogant edhe që nuk flet veç broshkulla pa e ditë me bë asnjë punë. Kosovës po t'i duhen herojt, Kosova i ka heroj të gjallë. Mirë po Kosovës i duhet një administrator i mirë, e ai mund t'jetë secili nga figurat e opozitës, mirë po ai s'mund t'jetë Albin Kurti. Për arsye se ne kemi pa për 6 vjet, ai ka pas fuqi politike, ka pas fuqi financiare dhe asnjërin prej tyre nuk ka mri ta vendos dhe ta shfrytëzoj për mirëqenjen e qytetarëve. A mundet me fitu zgjedhjet prapë? Po më njerëzit kanë të drejtë me votu, mirë po ati si mjaftojnë as numrat, as paret për me ndresh jetën e qytetarëve dhe veçmas për me ndalë migrimin, për arsye se secili i ri dhe e ri e ka ëndër me ikë për këtij vendi
edhe për një arsye. Kur njerëzit nuk e shohin familjen e kryeministrit që jeton në vendin ku e drejton ai, si mund ta ndalesh ti fëmin tënd nesër ose unë ti them rri babës në Kosovë për arsye se do ta ndërtojnë vendin dhe pyetja e parë legjitime. Po fëmia kërkon llogari se ndryshua sistemin. Ai që drejtojnë vendin. Pse se ndryshua të thotë. Ka shpresë dhe pse se sjell fëmin e tij. Unë mendoj që fakti që po supozojmë 51% e trupës elektorale e voton 1 majt, i cili nuk din t'i dërgjoj përveç se me rimbjell varfërinë, ne nuk kemi klasë mesme në Kosovë. Këto mund ta them, për sa i përket klasave. Ne kemi klasën e pushtetarëve, të politikës, kushdo kuft, edhe klasën e popullit i cili është i varfër. Në përgjigje të pyetjes çfarë lideri duhen Kosovës, unë mendoj që i duhen disa lideri, jo vetëm një. Kosovës i duhen liderë që shikojnë ka e ardhmja, e jo nga e kaluara. Kosovës i duhen liderë që e kuptojnë që Evropa dhe bota nuk ka kohë dhe nuk ka nerva. Jo, që të kaluarën do të thoja liri me përdorin si armë të fortë për shkuar drejt ardhmës, ë? Absolutisht. Pa e harruar. Çështja është se ne jemi lodhur si shoqëri duke folur vazhdimisht për të kaluarën. E kaluara jonë është shumë e freskët, nuk kemi nevojë të flasim ne. Janë faktet e gjalla që flasin vetë. Neve na duhen liderë që shikojnë nga e ardhmja. Na duhen liderë që e kuptojnë që bota sot nuk ka as kohë, as energji të merret me neve, po ne nuk i tejkaluam këto grindjet e vogla të brendshme. Na duhen liderë që e kuptojnë që sot bota po ecën shumë shpejt dhe ne po ecim shumë ngadalë. Me trendin me cilin ecim ne si shtet edhe si shoqëri, ka emra Kosova për liderë të tillë? Tani emra ka plot. Edhe njerëz ka plot të cilat i kanë këto karakteristika, i kanë këto veti. Nuk është se po kërkojmë diçka të jashtëzakonshme ose diçka të cilën nuk mund ta gjejmë brenda shoqërisë tonë. Na duhen njerëz të thjeshtë punëtor që duan t'i bëjnë gjërat siç duhet, edhe e kuptojnë rrethanën dhe kontekstin edhe vendor lokal, por edhe atë gjeopolitik. Ne si Kosovë nuk e kemi më vëmendjen që e kemi pasur në arenën ndërkombëtare. Ka kaluar ajo kohë kur bota i kishte syt nga ne. Sot mund ta fitojmë vëmendjen e botës vetëm me gjëra pozitive, vetëm me zhvillim, dhe jo duke u viktimizuar. Bota e di çka ka ndodhur këtu, e di çka ka ndodhur në rajon. Ne duhet të synojmë, bëjmë gjëra që i kontribojmë edhe paqes rajonale, edhe botërore, edhe asaj evropiane. Nëse ne nuk e bëjmë një gjë të tillë dhe vetëm shkaktojmë ose prodhojmë kriza të brendshme, bota dhe Evropa do të lodhet me ne edhe nuk është larg mendjes që do të na kthej shpinën. Nuk ka nevojë, ne nuk kemi nevojë për që të farlloj unitetin apo si e përdor populli razin fiktive. Thjesht ne na vyn e kaluara. Jo veç e kaluara e luftë. Na vyn e kaluara edhe e qeverisjes. Për arsye se ti sot je para një vendimori. Sepse duhet të politika duhet ndërtohet mbi të ardhmen. Nuk ndërtohet e ardhmja. Po jo bre, nuk ndërtohet e ardhmja pa e parë të kaluaren. Pse nuk ndërtohet? Se ne për 6 vjet e kemi ditë që s'kam bërë që ta fshim kaluarën, ai thonte që të mos viktimizoheni. E shpjegoi shumë qartë. Sot jemi në zgjedhje dhe në fushatë dhe flasim kush nevojë të viktimizojmë. E sqaroi shumë qartë dhe sa nuk mund të rri. Se kemi nevojë ne të viktimizohemi. Ne jemi kombi që kemi fitu liri, ne jemi kombi që kemi fitu shtet, ne jemi kombi lirë sot. Po pra, ka ardhur koha që këtë liri... Në rast se ne flasim, duhet flasim edhe për të kaluara 20 vjeçare. Ti shohim projektet që janë realizuar kur Kosova i ka pas 800 milion euro. Buxhetin, 1 miliard e 200 mijë, ndërsa sot i ka 4 miliard e nuk është e aftë ta realizoj asnjë projekt. Çfarë politikanë që duhen Kosovës? I duhen politikanë në Kosovë që janë të aftë për të realizuar projekte dhe nuk i duhen politikanë që e shpenzojnë buxhetin sikur të luash kazino, që në fund të mandatit nuk mund ta listosh asnjë projekt. Për arsye se ne në rrugët e Kosovës kemi 10 vdekje. 2 shtetase të Republikës së Shqipërisë kanë vdekur në autostradën Ibrahim Rugova për arsye se nuk është largu dheu mbi 6 muaj që kanë në autostradë. Atë mund ta bënte ka një sër problematika shalide. Jo, po këto janë punë thjeshta. Patjetër. Punë thjeshta që do të mund të largohej ai dhe që ka rënë rrugë për 2 orë. Mirë, po kemi dy humbje tjetës njerëzve. Ky vend ka nevojë për politikanë të përgjithshëm. Është e rëndësishme të mësosh nga gabimet e të shkuarës.
Po, Dhe të mirë po, përmirësohesh nuk në të mund ardhmen. të shkosh ka e ardhmja, pa e po të kaluaran, pa e po ku ke Pa gabu diskutim. dhe pa pos vendosmëri si Pa zgjidhim diskutim. ato probleme. O Djema, cila do t'ishte surpriza, po ju them Djema, se tani vajtëm dhe drejt fundit, po aq shumë sa folëm edhe u miqësua më shumë. Cila do t'ishte surpriza e hapjes së kutive të votimit dhe përfundimit të numërimit të tyre në 7 qershor, në zgjedhjet e 7 qershorit. A çfarë do t'ju surprizonte juve? Humbi Albinin nga Albini. Jo çfarë do dëshiroje, çfarë do të surprizonte? Kjo do të më surprizon. Okej. Kjo do të jetë surpriza, të cilën e di, zotën, po do të jetë surprizë për shumë kënd. Surprizë, Se unë e marr surprizë, unë e marr humbje edhe nëse nuk do të arrij, diskutuam pak më herë, nëse të rikthehemi prap, edhe nëse nuk do të arrij ta mbaj 51% e 28 dhjetuarit. Për shkak se ai na dërgoi zgjedhje për më shku më lart. Jo vetëm me mbaj to, se këto thonë është punë e lehtë. Vazhdimisht i ka thirrjet maksimaliste veç sa i përket përqindjes të votave. Amni vota më shumë. Asnjëherë nuk na tregoi Amni se për këto arsye, se i meritoi për këto arsye. Thjesht Amni se mu po mduhen. Prandaj po them që njerëzit kanë më befasu duke përfshirë zotin Kurti mas shumti, si ka më marrë dush të ftoft me 7 qershor kur do t'i dalin në kutit votimit. Siç e tha, më duhet më pajtu deri dikun me zotin Sefaj. Tash tek numerikisht sa vota do të humb nuk e di, se nuk e dim sa do të jetë pjesëmarrja e trupës elektorale në zgjedhje. A ky është një por tjetër deri në minimumi deri në 5 deputet, maksimumi deri në 10 deputet mund të jetë minus zoti Kurti. Ali surprizë për mua do të ishte në rast se lëvizja vetëvendosje do të binte nën 40 deputet dhe do ta hupte mundësinë për të bllokuar institucionet e Republikës së Kosovës. Mirë po unë pres që rezultatet e 7 qershorit Albin Kurtit do t'ja pamundësojnë formimin e qeverisë e që vendi do të qeveriset nga opozita e që pastaj në rast se opozita ka guxim edhe kur ajo mja dhon vendit qeverin në rast se Albin Kurti si fituesi zgjedhjeve nuk e merr kryetarin e kuvendit dhe pozitën e presidentit, që pastaj me të drejtë do duhet t'i takon televizës vetëvendosje, lëvizja vetëvendosje do të merrte ramjen e pakthim dhe nuk do të mund të kthehej në pushtet. Unë pres që lëvizja vetëvendosje t'i humb së paku 10 deputet nga zgjedhjet e kaluara, ndërsa në rast se e mot me punën që ka bërë këto 6 vite, ajo nga performanca që ka bërë nuk do të duhet të kishte më shumë vota se sa të kalonte pragun zgjedhor. Lirim? Po unë mendoj surprizë fillimisht do ishte nëse do të kishte votues njësoj siç kishte me 28 dhjetor, si numër i elektoratit total. Po besoj kjo nuk të shkon ndërmend si surprizë. Jo, unë mendoj që do ishte surprizë nëse do të kishte njësoj votues, sepse unë pres që të ketë më pak votues, për shkak se njerëzit janë lodhur dhe vrehet nga mungesa e entuziazmit. E dyta, sa i përket rezultatit partive, do të ishte surprizë nëse ndryshon diçka më shumë se 2-3% për secilin. Pasi që unë nuk shoh ndonjë ndryshim strukturor nga viti i kaluar deri tani. Atmosfera dhe pak a shumë balanci i forcave është i ngjashëm, kështu që nuk pres në ndryshim shumë të madh. Ndryshimi vetëm mund të shkaktohet nga dalja e UD në zgjedhje dhe aty pastaj mund të luajnë edhe përqindjet e partive politike. Mua kam kaq kohë që jam shpesh në Kosovë dhe moti këtu në Prishtinë është jashtëzakonisht i çuditshëm, ndryshe nga Tirana që moti është sigur situata politike. Hajtë më se unë kam gjithkohën që jam pothuajse duke u dridhur këtu në mes të sheshit Nën Tereza, po mendoj se rezistova mirë, aq sa për ta mbyllur këtë emision, edhe pse unë e di që gjithë secili prej jush ka shumë për të thënë, ashtu sikurse edhe unë kam shumë pyetje për të bërë. Ju mesazhet tuaja i dhatë, nuk e di nëse ndonjëri ka diçka për të shtuar më shumë në lidhje me të gjithë atë sa u fol, në lidhje me atë përgjegjësinë ekonomike dhe sociale, se mbi kë do të rëndoj dhe mbi kë rëndon si faturë. Keni diçka për të shtuar? Unë uroj që këto të jenë zgjedhjet e fundit të paktën për këtë vit. Ne kemi nevojë për stabilitet institucional. Ka shumë punë përpara që presin institucione funksionale, institucionet të cilat ne edhe si shoqëri civile, edhe si shoqëri mund t'i mbajmë përgjegjëse, dhe në mungesë të institucione funksionale kostot tona po rriten. Kështu që uroj që këto të jenë zgjedhjet e fundit
edhe ne t'i kthehemi stabilitetit politik dhe institucional. Unë uroj që vendi ketë qeveri të re, ketë qeveri të përgjegjshme dhe të largohen nga pushteti së paku një pjesë e këtyre ministrave që për vite e kanë pas domken e paftësisë dhe korrupsionit dhe është e parëndësishme sa herë na duhet shkojmë zgjedhje për të larguar një të keqe nga qeverisja, e kur them një të keqe, them një numër të konsiderueshme të këtyre ministrave që tani më i kemi në detyrë. Ergjen? Uroj që qytetarët kanë me gjyku mbi bazën e asaj se kush do të arrijë me i hap 100 vende të reja të punës, e jo kush u para zgjedhjeve ka 100 euro si lemosh, për shkak se 100 euro mundën të rrethana me zgjat maksimumi një javë, një vend pune mund të zgjas me jetën e tërë sa e kemi secili prej neve. Dhe nga sheshi Nën Tereza, ku unë patjetër do të rikthehem përsëri dhe uroj shumë jo më për të folur për zgjedhje kaq të shpeshta, por për tema të tjera që lidhen me politikën apo me çështjet sociale apo edhe me gjëra të bukura. Uroj që qytetarët e Kosovës dhe sovrani këtë radhë të votojë drejt, por nga ana tjetër edhe liderët politik të mbajnë përgjegjësitë e tyre dhe ta çojnë përpara Kosovën si shtet. Natën e mirë nga Prishtina.